Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku jemi sërish së bashku me mua të Ronalilin, këtë herë për të fokusuar pak vëmendjen dhe për të folur pak për një dyshe që muaj më parë na kanë dhuruar emocione që në fakt ne edhe ditën e sotme nuk mundemi t'i harojmë dot. Do të flasim për Gjestin edhe për Eglin. Pse pikërisht unë kam vendosur që të flas në këtë video për këto të dy, do ta kuptoni. Do të nisi fillimisht njëherë me Eglin. Egli Tako, ditën e djeshme, në episodin e radhës të emisionit Yesterday na ka surprizuar ashtu siç na surprizon çdo javë. Sa njerëzore është, sa paqësore është dhe sa modeste është. Tani të kesh famën e Eglit, të kesh klikimet e Eglit, të kesh fokusin e publikut siç ka Egli, tek disa artistë, më duhet ta them publikisht dhe mua më vjen shumë keq, ndikon negativisht. Do të thënë ato ndryshojnë në karakter, ndryshojnë në bindjet e tyre, ndryshojnë mendimet e tyre, bëhen koklart ashtu siç thuhet. Por Egli Tako jo. Egli Tako ka përzgjedhur që të qëndroj Egli, ka përzgjedhur që ndjekësve të saj të mos u vë epitetin fansa, por t'i quan familja e saj e dytë, dhe kjo familja që për dikë mund të duket edhe pabesueshme, ashtu siç Egli tha, unë e besoj sepse kam patur fatin që të kem komunikim me fansat e Eglit dhe e di se çfarë dashurie kanë, e di se çfarë janë në gjendje të bëjnë dhe e di se sa e duan Eglin. Dhe pikërisht dita e djeshme ishte dita kur vuri vulën mbi dashurinë e madhe që fansat kanë kundërdrejt Eglit. Tani, Eglit ishte përgatitur një surprizë e bukur, një emocion i bukur që Egli e shijoi me lot, do me thënë nga Manushi, i cili e solli në sken, duke e vlerësuar edhe Eglin për suksesin e jashtëzakonshëm që Egli ka arritur me emisionin Yesterday, duke u bazuar në klikime. Do me thënë, në të dielën, emisioni Yesterday dhe Trotuar, dy rubrikat, kanë qenë më të ndjekurat deri më tani, do me thënë më të klikuarat deri më tani dhe më të komentuarat në rrjetet sociale. Por Egli Tako nuk është se hoqi dorë edhe nga ëndra e saj, mbi të cilën Egli ka investuar pafund, flasim për muzikën. Së shpejti do të na vinë në treg edhe kënga më e bukur e radhës, një balad dashurie që do të pasionohemi të gjithë, do të emocionohemi të gjithë dhe do ta duam të gjithë këtë këngë. Domethënë së shpejti Egli do të na sjellën baladën e saj të dashurisë. Por nuk kemi këto rikthimet e bukura, këto sukseset e bukura, këto arritjet e bukura vetëm nga Egli. Arritje dhe rikthim në sken kemi edhe nga Gjesti. Ish banorja e shtëpisë së Big Brotherit, gazetarja e nderuar Valbona Mhilli, në një intervistë me publikun, domethënë në një pyetësor në rrjetin e saj social Instagram, Valbona është pyetur nga një fanse në qoftë se ka komunikim me Gjestin. Ajo ka thënë që komunikim me Gjestin kam dhe Gjesti do të rikthehet shumë shpejt. Do të thënë shumë shpejt do ta shohim Gjestin në skenën muzikore. Gjesti do të jetë pranë nesh, me zërin e tij, me energjinë e tij, me pozitivitetin e tij, me dashurinë e tij. Do ta kemi Gjestin i cili do të na dhuron emocion, do të na dhuron pasion dhe do të na dhuron momentet më të bukura ashtu siç na ka dhuruar gjithmonë. Nuk ka informacion një herë nga 360 se si Gjesti do të kthehet, me patjetër që do të kthehet me një këngë. Unë uroj që do të jetë një këngë kushtuar dritës së syve të tij, në këtë rast të vllaut të tij, Eldionit, në shenjë respekti dhe unë e di që Gjesti këtë gjë do ta bëjë me patjetër. Do t'i dhuroj emocionet e para vllaut të vet, i cili kishte një marrëdhënie, një afërsi të jashtëzakonshme me vllain dhe që patë një dashuri të papar dhe besoj që ky rikthim do të jetë vula e një suksesi më të madh se sa Gjesti ka patur. U bën muaj që Gjesti nuk është në mesin ton, publiku e ka marrë malli, publiku e kërkon, publiku dëshiron që Gjesti të jetë këtu mes nesh dhe presim pafund. Domethënë kemi dy rrugtime shumë të bukura. Eglin do ta shohim me një videoklip jashtëzakonisht fantastik me një baladë të bukur dashurie dhe presim momentin në moment që Gjesti do të ngjitet përsëri në skenën muzikore. Unë i pres që të dy me shumë dashuri, dua t'ju falenderoj për emocionet që na kanë dhënë dhe të shijojmë edhe ne atë ngrohtësinë që vetëm Gjesti di ta fal dhe Egli.